Nëse vetëm një moment, nëse mund t'ja japim sektorit privat dhe akademisë Gjoni dhe Flori. Mbim, po. Të nderuar pjesëmarrësit në këtë dëgjes publike, me interes të madh për nuk dëgohet mikrofoni. Jo, thjesht afroj ke goja. Në rregull e ke thjesht. Me interes të madh për gjithë komunitetin, unë jam Gjalli Kastratin nga Malësia e Madhe, qytetar nga Malësia e Madhe. Duhet jap menimin tem në lidhje me reformën administrative të 2014, që për mua është totalisht e dështuar. Jo në mënyrën që mos ta mendojnë zotnia nënkryetari bashkisë para folës, që e thumë në mënyrë politike. Kjo është në mënyrë me eksperta, sepse mungojnë të gjitha shërbimet bazike tek qytetarët. Në radhë të parë, mungon ujësjellsat, s'ka ujë. Nuk ka absolutisht asnjë lloj shërbimit në shëndetësi, në arsim, në menaxhimin e territorit. Dhe këto janë të gjitha si pasojë e reformës administrative të 2014 të implementuar në 2015. Zoti Mazriku tha që ne na kërkohet nga Bashkimi Evropian një ndamje e re territoriale. Zotni, ndarja e re territoriale duhet bazohet si e merr shërbimin qytetarit që në të gjithë Evropën qytetari për të marrë shërbimin duhet jetë jo më shumë se 60 km nga qendra e bashkisë. Kurse na si Malësi e Madhe e kena 156 km shtrimje territoriale me një bashki. Dhe me pa përgjegjësinë më të madhe nënkryetari i bashkisë thot, po na kërkonin ndamje fetare, që i them në shëtanëve t'i vinë tërë që e përmend atë fjalë. Sepse ne kemi pas një bashkëjetesë historike. Bashkëjetesë e në tonë, shok, kumar, probatin e tonë dhe nuk ka ekzistua ndamja fetare. Po ta din nënkryetari i bashkisë, si historikisht Malësia e Madhe ka kënë me malet e Malësisë dhe rroxhat e Malësisë, që kanë kulturën, traditat dhe të gjithat vetat. Kurse ai na i përdor ka për ndamje fetare. Unë propozoj që në Malësi të Madhe t'jenë dy bashki. Bashkia e Malësisë, që përmend Kelmen, Kastrat, Hot e Shkel, dhe bashkia e Koplikut, që përmend rroxhat e Malësisë. Ta fut në dhe të shohim historinë. Këto janë histori shekullore. Në historinë shekuj, që Malësia ka kënë Malësia dhe rroxhat e Malësisë. Jo ndamje fetare, si që interpreton ai. Ju faleminderit gjithëve. Faleminderit. Do t'ju lutesha që përpiqemi të ndalemi tek argumenti më shumë se sa tek emrat e përveçëm. Ju lutem Flori, Gjoni, të gjithë do mund të flisni. Ju lutem. Një minutë. Ma këtë fjalën ka 5 vet, 6 vet nga kalu rrollën. Dakor. Niko, ju lutem vazhdoni. Faleminderit pra. Atëherë, përshëndes gjithë pardishmit, gjej rastin të falenderoj dy bashkëkryetarët për konsensin që kanë gjetë lidhje me reformën territoriale. Faktikisht, unë nuk do zgjatem, por do flas vetëm për Vilipojën, si banori i zonës Vilipojë. Jam unë Nikol Marku. Me thënë të vërtetën, si thot i përveç popullore, ma mirë vodhë se kur, shumë mirë, ma mirë tani se sa që s'lënë pa u ban krejtë. Vilipoja, me thënë drejten, ka met, Alex, ma mirë me thënë, jo komunë, por fshat i Vilipojës, si Vilipojë. Që në vitin 2014 dhe deri më sot, pa dallim kryetarësh, si të bajnë si djathë, asë një lloj investimit nuk është bërë në zonën e Vilipojës. Dhe me thënë, në raport me të ardhat, 0 investime. 0. Kemi pasë rastin, kemi dejtu atje, në kohë që janë bërë shumë investime, si me impjantunjat zeza, me ujësjelsa, me 10 milionera investime, me lulishta, me pedonale, me arginaturat që kemi pas në përmytje,
dhe së të kësaj dite Vilipoja është pa lloj PDF-t, pa lloj masterplanit, pa lloj urbanizimit të Bregdetit. Pra, ndërkohë që është mundësia se i ka kapacitetet bashkia, por me qenë si e kanë lënë mazore, pavarësisht se mund të themi se kanë pas edhe shtrije të madhe, popullsi e madhe bashkia e Vilipojës, e Shkodrës, kanë pas punë tjera, edhe unë po t'isha ma por do bëjsh investime në zonën e teritorit bashkisë Shkodrës se sa në Vilipojë. Por, duke qenë si Vilipoja i plotëson kriteret për distancën që ka rreth 45 km se ka fshatra që nuk është projekt, është 11 vjet me investime. As edhe një lloj investime. Edhe zona turistike që është shumë për të përshëndet, që ka një shtrirje Bregdetit 15 km, pa PDF, pa plan urban, pa lloj projekti, pa lloj planifikimi të asnjë. Kjo është turp. Edhe ndërkohë që të ardhet prej bashkisë prej Vilipojit janë rreth 40% të ardhet të bashkisë Shkodër. Ndërkohë, një minutë përse ju lutem. Keni kohë tuaj. Okej. Ndërkohë që në atë kohë janë bërë edhe planifikime, edhe projekte bashkëfinancuese, edhe me donatorët, edhe me Biles Kamrasit përshtatës me ju, edhe me Fondi Shqiptar Zhvillimit, që kemi bërë investime, duke hyrë edhe me bashkëfinancim. Në kohën tonë e kemi lënë komunën e kemi lënë me 400.000 euro në gjenie. Jo si sta e Zolja, se kemi gjetë komuna zhytur. Ja. Pra, unë thëmë këte, Vilipoja ka të gjitha kapacitetet, si me inxhiniera, si me arkitekt, jurista, doktora, profesora, edhe prokurora gjyqtar ka prej Vilipojit, pra i plotëson gjitha kushtet që Vilipoja të jetë bashkinë veti. Edhe distancën që ka, edhe numri banorëve që është 11.000 banor zona, pra ne kërkojmë këtu, ketë një konsensus, kemi edhe konsensus edhe me banorët, si të majtë si djathë, biles në vitin 2014, ne kemi pa ba një referendum, rreth 3.000 firma janë dërzu në kryqëzë. Kështu që për këte, unë kam mendimin që i banorë zonës, edhe kolegëve tjerë, që Vilipoja të jetë bashkinë vetin. Faleminderit. Faleminderit. Tani do përpiqemi që t'i japim më shumë hapësirë atje. Mendoj që keni shumë të drejtë, do duhet ja kalojmë më shumë, t'i krijojmë më shumë hapësirë qytetarëve, prandaj unë përpara se t'ju ja fjalën ju propozoj biznesit dhe akademisë, të cilët nuk kanë lidhje me politikën. Por edhe politika besoj është e rëndësishme, janë qytetarë të angazhuar. Gjoni, Flori dhe pastaj do kalojmë në 2 zonja. Deri tani kanë folur, nuk ka dallim mes qytetar fshatar. Jemi të gjithë njerëz të angazhuar dhe zëra publik. Ju falemnderoj. Besoj kanë folur edhe përfaqësues të komunitetit tuaj. Ju lutem, a mund të japim një mikrofon? Do e merrni fjalën, ju lutem. Mirë se na bashku, përndryshe unë jam Gjëndu Gilaj, vi nga sektori privat, në vërtet në përbot, për t'i qu gjënat ku duhet, gjithmonë thirret sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata din ma mirë se askush tjetër se ku i dhem dhe ku i djeg. Tashi do kthehem te 2014. 2014 kena kanë në zyrën e 6 licencë dhe kena diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do them prap, Shqipëria duhet ndahet në 4 bashki dhe jo ma shumë. Tashi, do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qoftë se Elbasan, Tiranë, Zotnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot edhe e ban shumë shpejt Elbasan, Tiranë, një shkodran me shku në Lezhë, ose dhe në Durrës, një turist vënon 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatruar turizmin në veri dhe për ta shkatruar Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata duhet të flishin më mirë se askush tjetër. Në të gjithu, sidomos pjesa që merret me politik, nuk duhet të ishte prezant. Pse duhet të jetë prezant? Prezant jeni ju që i ndani gjanat në tavolinë Tiranë dhe na pyesni ne krejt kot. Është si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjanat, më nëse pyesin Europën hiç. Dhe më duket që jeni tu i bëhat njëjtën gjë.
Në qoftë se ju mendoni për Shkodrën, mendoni që Shkodra është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, duhet i ktheni gjitha drejtoritë në Shkodër dhe duhet bëni shmosin që mi lët Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodranët kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin në vërtetë kanë shkatruar në bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka pru një fukarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra kjo ka kanë një nim midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrenjta, midis profesorëve që i kishin pak çmimet e larta dhe midis jush që nuk krijuat korridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën. Dhe një gjë tjetër, kam për ta thënë se jam të i pas sekondat si Alvitri. Në qoftë se Shqipëria duhet të ecin përpara, o kryetari i kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet të jenë nga ato zona që nuk janë pushtuar. Ju faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit. Ju lutem, meqense u përmend edhe universiteti, unë du që ta marrë fjalën një pedagog patjetër, po, dhe pastaj dy zonja. Keni ngritur dorën atje, po? Dhe zonja atje. Ju lutem, Flori. A mund të kemi një mikrofon këtu? A mund të kemi një mikrofon këtu? Po, do ta merrni fjalën të gjithë. Urdhëro. Atëherë përshëndetje, unë quhem Florian Bianku, jam pedagog i Universitetit Shkodrës Luigi Gorakuqi, njëkohësisht edhe antar i Këshillit Bashkiak Shkodër. Faktikisht takimin unë e mendoja paksa më ndryshe, të them të drejtën, ndoshta një prezantim më i mirë nga ana e juaj, sepse dashi pa dashi një takim i tillë i remiksuar, pra ka faktor nga më të ndryshmit në këtë takim. Është shumë i vështirë, faktikisht, për të menaxhu një, edhe e kuptoj edhe bonën me gjithë vështirësinë, ka përmend emrin një 7 herë deri tani, dhe e mirë kuptoj të vështirësia që ka. Në këto takime dhe në këtë rast unë do ta ndryshoj, kisha përgatitur faktikisht një moment ndërhyrjet, shumë tematike, duke lidhur edhe me atë që ne thamë akademizmin, ose se akademizmi është fjalë e madhe, por në rolin që ka Universiteti i Shkodrës në këtë proces. Dhe do t'ju bëja disa pyetje ju në këtë rast, më tepër se sa të më bëj një fjalë, e cila kam frikën që del jashtë kontekstit në këtë takim me shumë faktor dhe me shumë banor, që unë i dëgjova me vëmendje, me shumë të drejtë, por që gjithsecili në këtë lloj takimit ka rrezikun që të dalë keq, sepse janë argumenta të cilët duhen të jenë të përfshira në tryeza tematike dhe jo kështu në një mbledhje, në një kinema të qytetit, bashkohen të gjithë zërat, del paksa kështu si takim sovjetik, por që duhet ta ndoshta edhe në kuadrin e një lloji sugjerimit. Sugjerimi im është që takimet të bëhen tematike, të përfshihet pa diskutim universiteti në këtë lloj roli dhe dua që të kemi edhe një informacion se sa takime janë bërë me universitetin. E dyta, sa takime janë bërë me këshilltarët e bashkisë, sepse janë këshilltarët ata që përfaqësojnë demokracinë indirekte. Në këtë aspekt dua të nënvizoj edhe faktin që kemi një ulje të jashtëzakonshme nga reforma e 2014-s, pra nga rreth 189 këshilltarë, të cilët përfaqësonin banorët, tashmë jemi vetëm 51 dhe ato 51 duken sikur janë pa zë të vërtetë. Dhe natyrisht kërkoj një lloj informacionit në këtë takim se sa fshatra keni vizituar ju në qarkun e Shkodrës, se në sa njësi administrative të qarkut keni shku, apo do të shkoni, cila është metodologjia takimeve për Shkodrën dhe ajo takimet që do të realizohen, dhe nëse nuk janë realizuar, të gjitha këto në mënyrë që të mos kemi një reform për reform. Sepse kjo fjala reform nga njëherë ka kaluar në një lloj inflacioni të jashtëzakonshëm. Sepse çdo reform, fjala reform, njerëzit janë mbushur me këtë lloj emrit dhe ndoshta kërkohet një informacion më të detajuar për sa i përket. Dhe diçka tjetër për sa i përket metodologjisë. Në raport me reformën e vitit 2014, na rezulton që pjesa jugore e Shqipërisë është e ndarë dhe ka një disproporcion me pjesën e veriut të Shqipërisë në raport me ndarjen administrative territoriale. Në këtë aspekt do të ketë përsërit njëjtën metodologji, do të thotë që jugu të trajtohet ndryshe dhe veriu ndryshe,
apo do të kemi një metodologji të një farë mënyre e cila konvergon me të gjitha të tjerat. Pra, ashtu si që folët për bashkin, ju kërkoj edhe ndoshta në emër të gjithë këtu, domethënë një informacion më detajuar se çfarë do të bëni ju për këtë ndarje administrative dhe në thithjen e mendimit qoftë intelektual, qoftë të banorëve si drejt për drejt të prekur dhe qoftë antarëve të Këshillit Bashkiak që përfaqësojnë demokracinë indirekte. Faleminderit. Faleminderit. Besoj që bashkëkryetarët do kenë mundësi të shpjegojnë më shumë tek përmbledhja mbi hapat në vijim, por ju siguroj që komisioni ka një metodologji dhe një përgjigje edhe për pyetjet tuaja. 2 zonja, zotria sepse mendoj që zëri fermerëve është i rëndësishëm dhe kalojmë në sesionin e tretë. Po, 2 zonjat që ngritën dorë, një lutem. Po. Përshëndetje gjithëve, unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikërisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem tek reforma territoriale e 2014-s, mu më duket nuk du të marrim kohë edhe njerëzve, sepse të gjithë e dim benefitet dhe të mira që ka sjell. Duhet jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lugët e arit apo jo. Edhe për sa i përket reformës territoriale, Malësia e Madhe është një zonë me potenciale të jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këtu që Malësia e Madhe të mbaj statusin që ka si bashki. Nuk mund e mendoj asnjëherë të ndahen në 2 familje, është si ajo familja që ndahet 2 vëllezërit dhe të dy e dim se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asnjëherë të ndam. Faleminderit. Po. Edhe zonja atje, po. Përshëndetje të anëve, Alma Majmetaj, banore e qytetit Shkodrës, njëkohësisht edhe antare e Këshillit Bashkiak. Në fakt i kam dëgjuar gjithë me shumë vëmendje, sot isha më interesuar për hir të vërtetës për të dëgjuar se për të fol, dhe pash që shumica e folësve nalen tek kjo reformë vetëm tek pjesa e harxhimit, e kufive. Sigurisht çdo kush është në aspektin që e mendon, po për mua si qytetare dhe si banore dhe si marrëse e shërbimeve publike, më intereson më shumë kompetencat që merr një bashki e fuqishme dhe një bashki e madhe. Më intereson shërbimin që mund të jap një bashki e madhe tek qytetarët. Më intereson që sot, për shembull, Bashkia e Shkodër ka 11 njësi administrative. Shumë më herët, jo vetëm që nuk është investuar në këto njësi administrative, po për ne që jetojmë qytet nuk kemi ditur as të shkojmë te këto njësi administrative. Ndërkohë që sot në Këshill Bashkiak flitet që cila prej njësive po merr këtë investim ku të investohet më shumë. Pa kalute njësitë administrative. Në fakt nga bashkitë përpara edhe lagjet e Shkodrës kanë kënd harrume. Për shembull lagja numër 5, ku shpesh ja duk një lagje shumë larg. Pra që është brenda vjes verë Shkodrës, sot po merr investime. Dhe unë mendoj që ne duhet të vazhdojmë këtë gjë. A ka nevojë për përmirësim që në 2014-ën, patjetër po. Më tërhoqi shumë vëmendjen një zotëri që ishte nga Fusharzvi, që tha kam një shoqat turistike, pra që përmbledh këtë që bashkon pra një shoqat Puk Fusharz. Pra ideja, në fakt më ngacmoi zotnia për të fol, ka paraprik saj që po bëjmë na. Faleminderit. Faleminderit, po, zotëria. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit si malla fjalën dikur. Unë vim nga rjolli Velipojs. Nduket se keni nije ju dhe tonë Shqipëria se ç'po bëhet në rjoll. Fjalën më të parë do me thonë si ka reagua Bashkia e Shkodrës për me mbrojt zonën e rjollit. Si ka ardhi huj, me në morë përnët, me në morë familjet, me në morë shpirtin. I to jonë qështit e disë me i përmen, jo bizneset. Se s'ka burzi në alë bizneset, s'ka në ka shkojnë. S'kena prona, s'kena letra. Jam me 7.500 nishin, s'kam certifikat, sa me prit. 35 prita. A jam edhe 35 tira me prit? Jo. Pra, ju lutem shumë, me pa kenë komune Velipoj si që ka kenë, na kitë zhjilë problemet, si do mës një të rjollit. I jena vend turistik, si rjolli edhe Velipoja.
nuk ka investime. Në rjollë, po flasë për vetin, nuk ka ujtë pishëm. S'ka mu i mu labo, mës me bo një shpim. Kjo është gjenja e ditës. Pra, ju lutem shumë, në animoni me i bojë të gjona, por Shkodra, jo më falni, bashkia Shkodrës, vjen vetëm kur dhe me vjel të ardhën e Cizirë, dhe me thonë Velipoja, nga ana turistike. Se më duke gjohë drejt hiq. 45 kilometra për në rjollë më ardhën Shkodër, me nejmë të bashkia të torë, dheri sa të më vinë ralla, se shka. Pra, ne na duhet 11.000 banor është Velipoja. Po ju thëmë ishtë një diqa tjetër, një shemullë, konkret, me fësinët e në Itali. Unë rritë është 28 vjetë në Itali. Jena 6.000 banor. Kena komunë në veti. E që problemi ka si edhe Italisë kjo? Ka munges ekonomijet? Jo. Se do në politika, mu nuk më interesën që është politika. Se më në funit ne votojmë politikën. Në më shtesin politika, ju lutem shumë politikanëve. Pra ju tha që edhe i herë, nuk kena ujë, mas kena kosha lomesh. Jena sa familje. Kur ka ken komuna e Velipojës, në ka bon rrugën, edhe i ky bashkë si foli Nikol Marku, ka ken kryetar komunet, edhe në ka bon rrugën, në ka lidhë rjollin, me Velipojën si kena ken deri në gjunë ujë, e në përbal të shkua. Kush e bani, bashkja Shkodrës? Ja, pra i këtë duhet me kërkua popli sëtë. Si që të thomon Dugazini e të në zonat tira malore se janë largë. Nuk di që me thonë tjetër veç që se realizohet... Ju falemderit. Ju falemderit. Unë kërkoj dasi. Ju falemderit. Më lejonit të prezentoj tematikën e tretë të këtij diskutimi, e cila lidhet me financat vendore. Sigurisht shërbimet ka nevojë për para, parat vinë nga taksapaguesit, a janë sot të financuara siç duhet bashkit. Në këto 10 vite, modeli i tarifimit dhe i taksimit, a ka funksionuar? Nëse mund të fokusohemi tek aspekte që lidhen me financat vendore, komisioni do ta shite me shumë interes, dhe unë do doja që të kalonim pak lartë zonja dhe pastaj zotria, po. Zonja, zotria dhe pastaj më poshtë zefi, po. Dal nga dalë të gjithë. Në fakt, përshëndetje gjithëve, unë jam Denada Shpuza, përfaqësuese e hapave të lehtë, pjesë e rrjetit përballja ofertave politike. Kam kërku fjalën në mënyrë të vazhdueshme për sa i përket seancës dytë dhe do doja me qenë se më dha fjala të ndalesha tek pjesa e dytë. Ajo çfarë ne do donim si pjesë e shoqërisë civile të adresonim është hendeku i madh që ekziston midis qytetarit edhe njësisë të veçëvërisjes vendore. Reforma territoriale është e nevojshme që ta zbusë sa më shumë që të jetë mujtur ky hendek. Ju referohen këtu kryesisht atij qytetarit i cili jeton në njësitë administrative ku dhe mungon transporti publik. Dhe mungesa e transportit publik nuk shoqërohet vetëm thjesht me mungesën e pjesëmarrjes së tij në vendimarrje, por njëkohësisht lidhet edhe me mungesën e marrjes së shërbimeve. Nëse do të ndalesha tek shërbimet publike, besoj se kemi një përmirësim të cilësisë së shërbimeve në njësinë, në qendër të bashkisë, por kemi një përkërcim të shërbimeve publike në njësitë administrative. Në këtë këndvështrim mendoj se reforma territoriale e re duhet me patjetër të vendosë një standard minimal kombëtar për sa i përket shërbimeve në nivel vendor. Për sa i përket financave, besoj se duhet ketë shumë më tepër investime dhe prioritetet e investimeve duhet të përcaktohen mbi bazën e një analize të mirëfillt për sa i përket analizës territoriale, analizës sociale dhe njëkohësisht analizës gjinore. Faleminderit. Po, jo, ju lutem.
Dakor. Dakor. Më po. A doja japim fjalën një kolegu tjetër nga shllaku lart? Po, ju lutem. Okej, faleminderit. Po, ju lutem. Mirëmbrëma. Faleminderit se herë për respektin edhe që na keni ndëgju ka gjatë gjitha mendimet. Unë sa du me folë si një ri 26 vjeçar, që fatmirësisht ajo 2014 që kam një deri tash po na bojnë sikur ko kem para 100 vjetëve, po 12 vjet ko, edhe ne e mojmë mend shumë mirë se si kanë funksionu komunat, çfarë gjëra kanë komunat edhe se si është zhvillu, si janë zhvillu këto fshatra. Nuk në gjova më vjen shumë keq që nuk në gjova një argument deri tash se qa bo më mirë, po marrë shamull, në komunë Velipojës, para 2014, mas 2014. Unë si qytetari i Shkodrës, shaf që sot, Velipoja pastruhet 2 herë në ditë. Para 2014 sa pastrui herë një javë. Velipoja sot ka plazhe publike, para 2014 në vro ka 2-3 vetë në vjetë, se ja po ma shty një fije gardhin, do me thonë s'kon mujt me mojt as vijen e plazheve publike, ja mo me mojt më mërvojtjen e tonë qytetarve. Për mendimin të reforma 2014, ka pas, unë nuk e nërprej Vasjanit Nikollën të një falla personalisht, nuk është problem, nuk e kisha me ty, po atë gjatë që duesh me pranua ti që s'keni mujt, as plazhet private s'keni mujt mi mojt, faleminderit. Tesh po vazhdojt e tema dytë, po vazhdojt e dyta. Sot janë bo shumë investime, që me komuna nuk kishin mujt mu bo. A bo rruga që lill, rjoll, Shnjin. Ashtë bo në Velipoj, thojnë që mund nga nuk i pishëm, për zoten dikur u i pishëm Velipoj e urë në ditë, kena po asat minimalisht i kena 12 orë. Një sekund, në regull, po marej që ka mund argumentet e mija, ma nej mund dhe me ta ullë mikrofonin poshtë pra. A bo rruga, ashtë të nërtu rruga, a bo rruga Thethit, a të nërtu rruga Dugagjinit. Jo në diso investime që janë bo, të shtana, për 2 vjet a 1 vit nuk mundën mu bo, se na si kena në gjep, edhe mi nxerë prej gjebi dhe me o për godi, a kuptan. Ju gjoja që duhet me pranu është, që tëna këta fshatna janë zhvillu, gjithë shë mërkohen e vetë, dorë uni, mas futni, mas bani politik gjithkum, se për zoten unë si ri, ne rini e në logë, kër i përdorë një tëna gjonat për politik. Faleminderit për është. Faleminderit Zefi dhe pastaj do doja zotria edhe